Atëherë Krishti shkoi bashkë me ta në një vend që quhej Gjetsemani dhe u tha dishepujve: "Uluni këtu derisa të shkoj atje dhe të lutem." Dhe mori me vete Pietrin dhe të dy djemtë e Zebedeut dhe filloi të trishtohej. Dhe filloi të trishtohej dhe të kishte ankth të madh. Atëherë ai u tha atyre: "Shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua." Ishte Ungjilli nga Mateu, kapitulli 26. Ishte vargu 26. Lexoj shkrimin tani Thanasi.